Nuk ka drejtësi më të madhe, nuk ka të vërtet më të madhe, nuk ka drejtësi më të përmbushur se sa ligji i Allahut subhanahu wa taala, pra shariati islam. Ndaj dhe ky shariat i cili është ndërtuar mbi dobit, mbi interesin, mbi përfitimet e njerëzve, jo vetëm të muslimanëve, po të gjithë njerëzimit, sigurisht që është larg tekave, pasioneve dhe epsheve të njerëzve. Allahu thot, ndaj për këtë gjë thirr dhe ec me drejtësi sikurse je porositur, dhe mos ndiq epshet, pasionet e tyre, dhe thuaj jam urdhëruar që të pasoj librin që më ka zbritur. Librin i cili ka zbritur dhe të gjykoj me drejtësi mes jush. Islami është i gjithi i vërtet. Islami është i gjithi drejtësi, vërtetësi, urtësi dhe drejtësi. Fjalët e Zotit tënd janë plotësuar, janë përsosur me vërtetësi dhe drejtësi. Nuk ka kush i ndryshon fjalët e Zotit tënd. Fjalët e tij, wa huwa as-sami'ul alim, dhe ai është ai i cili dëgjon gjithçka dhe që di gjithçka. Ajetet e Allahut të lartësuar, hadithet e profetit të dashur sallallahu alaihi wasallam janë të shumta, të cilat flasin për mirësinë dhe pozitën e lartë që ka drejtësia në Islam.